Lexim prej Ungjillit të Mateut. Ato me njëherë u larguan nga varri me frikë e njëhershëm, me gëzim të madh, shkuan me nxitim t'u lajmërojnë nxënësve të tij. Dhe ja, u doli Jezusi përpara e u tha: "Ju falem." Ato u ofruan, i morën grekull e adhuruan. Atëherë Jezusi u tha: "Mos kini frikë, shkoni e lajmëroni vëllezërit e mi të shkojnë në Galile, atje do të më shohin." Ndërsa gratë po shkonin, kur që disa nga rojtarët arritën në qytet dhe i lajmëruan kryeprifterit njëtë për krejt çka ndodhi. Këta u tubuan në këshillim me pleqt, morën shumë të holla, u lanë ushtarëve dhe u thanë: "Toni nxënësit e tij erdhën natën e ndërsa na po flinim e vollën." Po që se kjo fjalë i shkon në vesh qeveritarit, ne ta do të kujdesemi të t'ia mbushim mendjen e juve s'do t'u ngjajë kurrë e keqe. Ata i morën paratë e bënë ashtu si u mësua. Kjo prallë është e përhapur ndër Judë dhe sot e kësaj dite.